Situata e zjarreve në rang vendi është më e qetë dhe pasquarjes së një vatre pranë superstradës Milot Lezhë, sipas ministrit të mbrojtjes Niko Peleshi, e njëjta situatë është edhe në Trebllov, bashkia Selenic, fal ndërhyrjes me helikopter, po kështu po punohet me intensitet për mbajtje në kontroll të vatrave të zjarrit në fshatin Jarua, bashkia Fier, ku është shmangur rreziku për banesat, e në fshatin Sinanaj, në bashkinë Tepelen, si dhe në atë Grashdan të Finiqit, ku situata është përmirësuar pas vënies në kontroll të vatrave pas riaktivizimit. Shpeshherë për zjarret është dyshuar se janë të qëllimshme, ndërkohë që dhe autoritetet përkatëse apo zyrtar të lartë shpesh kanë bërë thirrje që në raste të tilla personat që vënë zjarre të qëllimshme të ndiqen penalisht e të ndëshkohen për krimin. Kthimi i temperaturave të larta në vend risolli në vëmendje situatën e pak javëve më parë, ku temperaturat ka përcyen 40 gradë dhe si pasojë e motit në disa zona pati zjarre por edhe të qëllimshme. Vetëm në muajin korrik u konstatuan 17 raste të zjarrvënies së pronës dhe u identifikuan 14 autor, nga të cilët një u arrestuan në fshatin Peshtan të Fierit, ndërsa 13 të tjerë në të gjithë vendin u proceduan penalisht.